kemi reklam. Kantina Duka suporton emisionin Ngjiro me Syçin. Kantina Duka e ka vërtet verën e mirë. Dhe ka me gjithmonë të mirë dhe po bën një bujtinë tash atë restorantin e ka. Edhe vreshën e ka shumë të mirë atje. Kështu që Okej. unë përveç që i kam miq, shkoj edhe shpesh atje. Janë Po dhe kanë bërë këtë dhe që ta dish ti, unë kam njohur mirë edhe prindrit e vëllezërve Duka. Zhyshvajdien dhe Enverin, Gjyshin, i cili është marrë vetëm atë. Gjyshi ka ideu vreshtën. Po ki parasysh që gjyshi vetë ishte nga Tepelena, nga Malësia Tepelena, si Rashia, kështu që. Po është një histori që ta tregoj tjetër. Gjyshi ishte njëri shumë interesant. Shumë interesant. Edhe ka bërë vërtet një gjë që do ngelet në kohë, kështu që bravo të qoftë ashtu.